Profesor, një takim tjetër që është komentuar shumë së fundmi është edhe ai i vllait të kryeministit Edi Rama, Olsi Rama, me ambasadorin amerikan në Itali. Çfarë do të thotë ky takim ku vllai i kryeministrit takon një diplomat të lartë amerikan dhe në këtë rast këto takime private që përfshin diplomat, vllain e kryeministrit e tjerë, çfarë diskutohet realisht? Të paktën nëse do ta kemi në pikpamjen tuaj diplomatike, por edhe të shkencave politike, por edhe të asaj që ndodh në Rrogoz. Të jemi sinqert, nuk i di detajet e këtij takimi, thjesht jam njohur me një lajm të tillë dhe fillimisht nuk e kam besuar. Nuk e kam besuar sepse vllai i zotit Edi Rama, domethënë Olsi, është i përfolur për korrupsion dhe për lidhje me trafiqet dhe kartelet e drogës, që nga Xipraga e deri në dëshmi të tjera në kryeqytete të ndryshme të Europës, nga dëshmitar të tjerë të cilët janë gjykuar dhe janë hetuar dhe janë dënuar nga gjykatat europiane të ndryshme për lidhje me kartelet e drogës. Pra, të gjitha dëshmitë çojnë te fakti se Olsi Rama është i përfshirë, ashtu si dhe Edi, në veprimtari kriminale dhe mafioze. Dhe në këtë kuptim nuk do doja dhe nuk po besoja që ambasadori amerikan në Itali do të takonte një person të tillë. Gjithsesi, Olsi Rama është qytetar amerikan dhe në këtë aspekt ligjërisht, por jo moralisht, mund të jetë e justifikuar një bisedë, një takim midis të dy personave. Ndoshta ka patur edhe ndonjë mesazh ambasadori amerikan në Itali për kryeministin e Shqipërisë, të cilin nuk ka dashur ta japi në mënyrë të drejtë për drejtë ose publikisht, por ka dashur ta dërgojë nëpërmjet Olsit tek Edi. Dhe më së shumti unë i kam besuar këtij varianti, këtij versioni, sido që takimi me Olsin është një takim i cili nuk i bën nder asnjë personaliteti amerikan. Ju thatë disa raste të hapjes të procesit dhe të hetimit, nuk po them të marrjes si të pandehur të zotit Rama në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ka zëra të besueshëm se Olsi pastron paratë e Edit dhe paratë e tija me investime në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në New York. Ka zëra të besueshëm se në strukturat e inteligjencës amerikane njihen dhe janë të njohura këto investime, madje janë raportuar edhe në Departamentin e Shtetit Amerikan, dhe për pasojë nuk do doja të besoja që ambasadori amerikan në Itali apo ndonjë ambasador tjetër të takohej me vllain e kryeministit të Shqipërisë. Gjithsesi, në politikë ndodh gjithçka, edhe armiqt më të mëdhej në fund ose në proces të armiqësive dhe të luftrave dhe të konflikteve janë të detyruar të bisedojnë me njëri tjetrin, ndonse i vrasin njëri tjetrin me mira ushtar dhe si e tillë mundet që të ketë ndonjë arsye të fortë, siç është ndonjë mesazh thash për kryeministin, për të besuar se Olsi Rama e ka marrë mesazhin dhe ja ka dhënë vllait të këtij kryeministi. Nga ajo çfarë shoh në sjelljet, në mimikën, në qëndrimet, në retorikën e zotit Rama, shoh që ai paktën është shumë i shqetësuar. Ai nuk e bën gjumin e qetë. Shoh që është lodhur shumë këto 2 muajt e fundit. Është lodhur sinqerisht edhe fizikisht. Dhe lodhja e tij ka të bëjë më shumë me depresionin se sa
me ndonjë smundje fizike, sepse në fund fundit herën diskale e ka patur me kohë nuk e ka sot. Madje e ka operuar para 2 vitesh a 3 vitesh dhe përpasoj për disa kohë mundet edhe do duhet të mos e shqetësonte. Por depresioni, cilin e ka shkaktuar vetë me sjelljet e tij, me marrëdhëniet e tij të diskutueshme dhe të kontestueshme, ai ka krijuar vetes problematika të cilat nuk mund të mbyll dhe nuk do t'i mbylli. Sepse të trija bashkë, presioni ndërkombëtar, protesta dhe presioni i brendshëm tek Partia Socialiste, të cilën e pam edhe në takimin me kryetarët e bashkive, do të bëjë që zoti Rama një ditë prej ditësh, presioni s'pak, gjithashtu, do të bëjë që zoti Rama një ditë prej ditësh të përfundoj komshi me Erion Deli. Profesor, duke marrë disa pika goditje, po themi thojza prej nga mund goditet Edi Rama, është protesta Shtetet Bashkuara të Amerikës, SPAK-u dhe po themi eksponentët brenda radhëve të Partisë Socialiste dhe sfundmi kryetarit e bashkive të vogla, të cilët kundërshtojnë shkrirje me bashkitë e mëdha. Në këtë rast, apo rrethohet Edi Rama dhe cili do jetë fundi i tij dhe kur mund të jetë fundi i tij? Së pari është thyr miti Rama. Thyrja e mitit është hapi i parë për të dëgjoni. Edi Rama e planifikoi se grushtin ndaj Berishës para në vitin 2022-2023 për të thyrë mitin Berisha. Dhe deri diku ja arriti. Tani protesta është planifikuar dhe po bën atë që të thyë mitin e Edi Ramës. Nëse vëmë me re me kujdes parullat që përdoren në protestë, të gjitha janë parullat të cilat thyen mitin e Edi Ramës. Kur thuhet Rama në burg, pastaj edhe pjesa tjetër Berisha në burg, qëllimi është që të thyet miti i Ramës është i pathyeshëm dhe nuk mund të hyjë në burg. Qëllimi është që publiku të perceptojë se Rama mund të përfundojë dhe duhet të përfundojë në burg. Pra, të ndryshoj perceptimi, të thyet miti. Dhe thyrja e mitit është hapi i parë. Hapi i dytë do të jetë pastaj reagimi ndërkombëtar. Hapi i tretë do të jetë krijimi i një grupi të organizuar brenda Partisë Socialiste si alternativë kundër Edi Ramës. Dhe kjo besoj, të dyja këto besoj do të ndodhin në shtator, brenda muajit shtator. Dhe duke ndodhur të trija këto element, kam përshtypjen se do të kanë ardhur dosje plot më pak që dëshmojnë përfshirjen e Edi Ramës në veprimtari kriminale pafundme, por mund vinë ndonjë dosje decisive, të cilat ekzistojnë në Berlin, ekzistojnë në Bruxelles, ekzistojnë në Paris, ekzistojnë në Washington, ekzistojnë në Londër. Pra gjithandej, megjithëse për në Paris duhet të them një parantesë. Nga një informacion që kam unë, një dosje e zotit Rama e fillimit viteve 90, që ka të bëjë me ikonat, me shitjen e tyre, me trafikun e tyre në Francë, është fshehur, nuk është zhdukur, është fshehur. Është kyçur që të mos publikohet. Është dosje që përmban dënimin me heqjen e lirit të zotit Rama. Dhe kjo dosje i mbahet, keni vënë re sa me çfarë mirësie dhe me çfarë dashurie sillen Macron dhe Edi Rama me njëri tjetrin. Edi Rama, Macron e respekton Ramën sepse ky i gjunjëzohet atij. Rama ishte ai që në çdo hap ka përkrahur
me forcë, me arrogancë madje, pikpamjet dhe opsionet franceze sa i përket Kosovës. Sepse nuk mund bëjnë ndryshe, se është dosja aty. Interesi i tij është që ajo dosje të jetë e kyçur, e mbyllur. Sepse i bëhet presion në atë dosje. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me dosjet e bashkëpunimit me mafjen dhe organizatat kriminale. Por, kam përshtypjen se në moment deciziv, jo shumë larg prej ditës sotme, brenda 2-3 muajve, do të plasi edhe një akt akuzë që duhet patjetër dhe do të shpallet, besoj, nga SPAK. Disa indiferencën ose heshtjen e SPAK rreth çështjes së Rama dhe mos përgjigjet e kreut të SPAK kur bëhen pyetje për këtë çështje e interpretojnë si shërbim ndaj Ramës, si frikë ndaj Ramës, si unë mendoj dhe unë besoj që SPAK po luan taktikisht mirë. Dëshiron të heshti, dëshiron të mos thotë gjë, me qëllim që në momentin që të plas bombën, thotë tani na erdhën faktet. Tani ose na kanë ardhur, po tani i zbuluam, tani i hetuam, tani arritëm konkluzione. Pra, ata presin momentin kur të godasin, me qëllim që Rama të mos mund të mbrohet. Dhe nëse sot do hedhni nga një shash kundër Ramës, siç dëshirojnë qoftë edhe opozita, kjo nuk do ta ndihmonte as drejtësi, as SPAK-un, madje as opozitën, as qytetarët shqiptar. Rama është mësuar me shashka. Është mësuar që ato ti kthej mrapsht, të kundërgodas me shashkat e tij pastaj. Sisoj mendoj që gjithçka e shoh në disfavor të zotit Rama. E shoh që brenda 2-3 muajve zoti Rama do të jetë i detyruar të pranojë dështimin e plotë dhe jam i bindur se të paktën samiti i jashtëm i NATO-s nuk do të bëhet me Edi Rama.